Përshëndetje, sot në orën e ekonomisë si temë të dytë mësimore përsëritje kemi kërkesën, oferta dhe çmimi i tregut. Rezultatet të nxënit të temës mësimore. Nxënësi ose nxënësja interpreton konceptet treg, çmim, kërkesë, ofertë, vlerëson ndikimin e faktorëve dhe ndryshimeve që ndodhin në treg. Analizon se si çmimet e tregut bëjnë racionimin e mallrave dhe shërbimeve dhe motivojnë njerëzit për prodhimet e tyre. Kërkesa dhe oferta. Çfarë kuptojmë me kërkesë? Me kërkesë kuptojmë sasinë e një të mire apo një shërbimi të kërkuar me çmime të ndryshme përgjatë një periudhe të caktuar ku të gjithë faktorët e tjerë janë të pandryshuar. Çmimi dhe largësia e kërkesës. Çmimi dhe largësia e kërkesës. Sasia e kërkuar e një të mire ose shërbimi është numri i blerësve që kanë mundësi të blejnë atë në një periudhë të caktuar me një çmim të caktuar, duke mbajtur të gjithë faktorët e tjerë të pandryshuar. Supozojmë për shembull se 100.000 bileta kinemaje shiten çdo muaj në një qytet të caktuar me një çmim 80 lekë për biletë. Ajo sasi, pra 100.000 bileta, është sasia e kërkesës për të parë filmin në një muaj me një çmim prej 80 lekësh. Nëse çmimi do të ishte 800 lekë, atëherë pritshmëritë tona për blerjen e biletave do të ishin më të ulta. Në rast se do të ishte 70 lekë, ne do të prisnim që sasia e kërkuar biletave të rritej. Një ndryshim në sasinë e kërkuar nuk është një ndryshim apo zhvendosje largëore së kërkesës, por është një lëvizje përgjatë largëore së kërkesës. Pra, siç e shikojmë në grafik, nuk kemi zhvendosje të largëores së kërkesës as majtas as djathtas, por lëvizje nga një kombinim çmim-sasi në një kombinim tjetër çmim-sasi përgjatë largëores së kërkesës. Megjithë faktorëve të tjerë të pandryshuar, ligji i kërkesës përcakton se për të gjithë të mirat dhe shërbimet, një çmim më i lartë çon në një ulje të sasisë së kërkuar të një malli apo shërbimi dhe anasjelltas. Ndryshimet në kërkesë. Sigurisht që vetëm çmimi nuk mund të përcaktojë sasinë e një të mire apo shërbimi që kërkojnë konsumatorët në treg. Konsumi i kafes, për shembull, ndikohet nga variabla si popullsia dhe madhësia e të ardhurave, por edhe nga preferenca, si çmimet e produkteve të tjera mund të ndikojnë te konsumi i kafes. Ka njerëz të cilët e preferojnë kafenë e tyre me kek ose biskota, pra një ulje e çmimit të kekut ose biskotave mund të rrisë konsumin e kafes. Pra ndryshimi në secilin prej variablave që me parë mbaheshin konstant në ndërtimin e grafikut të kërkesës do të ndryshonte kërkesën. Rezultati do të jetë një zhvendosje largëore së kërkesës më tepër se një lëvizje përgjatë saj. Zhvendosja largëore së kërkesës është quajtur ndryshimi i kërkesës. Faktorë që ndikojnë në zhvendosjen e kërkesës përfshijnë preferencën e konsumatorëve, çmimeve të mirave apo shërbimeve plotësuese, të ardhurat, karakteristikat demografike dhe pritshmëria e blerësit. Pra, si rezultati i ndryshimit në kërkesë mund të çojë në zhvendosjen e largëore së kërkesës së djathtas, ku kemi rritje të kërkesës, dhe majtas, ku kemi ulje të kërkesës. Oferta. Çfarë përcakton sasinë e një të mire apo shërbimi që tregtarët do të afrojnë në përshitje? Çmimi është një faktor me faktore të tjerë të pandryshueshëm. Një çmim më i lartë i mundëson tregtarët të afrojnë një sasi më të madhe të një të mire apo shërbimi. Kostoja e prodhimit është një tjetër përcaktues i ofertës. Variablat të cilët të ndikojnë në koston e prodhimit përfshijnë edhe çmimet e faktorëve të përdorur për të prodhuar të mirën ose shërbimin. Rikthimi nga aktivitetet alternative, teknologjia, pritshmëria e shitësve dhe fenomenet e natyrës, siç janë për shembull ndryshimet e modit. Një faktor tjetër që ndikon në sasinë e një të mire ose shërbimi që do të afrohet në treg është edhe numri i tregtarëve. Sa më i madh jetë numri i tregtarëve tek një të mire apo shërbimin e veçanti, aq më e madhe do të jetë sasia afruar për çfarëdo nivel çmimi gjatë një periudhe të caktuar kohe.
Një ndryshim në çmim shkakton një lëvizje përgjatë lakorës së ofertës. Një lëvizje e tillë quhet ndryshime në sasinë e afruar, siç e shikojmë, nga një kombinim çmim-sasi në një kombinim tjetër çmim-sasi përgjatë lakorës së ofertës. Pra nuk kemi zhvendosje të lakorës së ofertës. Ndryshimet në ofertë. Kur ndërtojmë një lakore oferte, marrim parasysh që variablat e tjerë që mund të ndikojnë në gatishmërinë e tregtarëve në ofrimin e një të mirë ose shërbimi shkaktojnë ndryshime në ofertë. Një ndryshim që do të rrisë sasinë e një të mire ose shërbimi të afruar në çfarëdo çmimi zhvendos lakoren në të djathtë. Një ngjarje e cila pakëson sasinë e ofruar në çfarëdo çmimi zhvendos lakoren e ofertës majta, siç e shikojmë edhe në figurë, pra zhvendosja e lakorës ku njëri nga variablat ndryshon mund ta çojë zhvendosjen djathtas ose mund të çojë zhvendosjen e ofertës majtas. Faktorët që ndikojnë në zhvendosjen e ofertës janë çmimet e faktorëve të prodhimit, teknologjia, pritshmëria e shitësve, ngjarjet e natyrës dhe numri i shitësve në treg. Elasticiteti i kërkesës dhe e ofertës. Elasticiteti i kërkesës dhe ofertës. Përgjigja ose reagimi i konsumatorit ndaj ndryshimit të çmimit të produktit matet nga elasticiteti i çmimit të kërkesës, ku elasticiteti i çmimit të kërkesës është raporti në përqindje ndryshimit të sasisë së kërkuar të produktit X mbi përqindjen e ndryshimit në çmim të produktit X. Kërkesa elastike. Kërkesa është elastike nëse ndryshimet në përqindje në çmim i përgjigjet një ndryshim më i madh në përqindje në sasi. Pra, elasticiteti i kërkesës do të jetë më i madh se 1. Për shembull, nëse çmimi bie 2% dhe sasia e kërkuar rritet 4%, atëherë thuhet se kërkesa është elastike. Elasticiteti unitar. Dhe kërkesa jo elastike. Nëse ndryshimi në përqindje në çmim i përgjigjet një ndryshim më i vogël në përqindje sasisë, atëherë thuhet se kërkesa është jo elastike. Pra, elasticiteti i kërkesës do të jetë më i vogël se 1. Për shembull, nëse rënje në 3% të çmimi i përgjigjet rritje 1% sasisë së kërkuar, kërkesa është jo elastike. Elasticiteti unitar. Rasti që ndan kërkesën elastike nga jo elastike ndodh kur përqindjet e ndryshimit në çmim i përgjigjet një ndryshim në përqindje i njëjtës në sasi. Për shembull, rënje në 1% e çmimi përgjigjet rritje me 1% e sasisë së kërkuar. Pra, rasti i veçantë njihej elasticiteti unitar sepse elasticiteti është i barabartë me 1. Raste ekstreme. Kur themi se kërkesa është jo elastike, nuk do të thotë se konsumatorët nuk reagojnë ndaj ndryshimit të çmimit. Në situata ekstreme kur ndryshimi në çmim nuk çon në asnjë ndryshim të sasisë, atëherë ekonomistët përdorin termin plotësisht jo elastike, ku elasticiteti është i barabartë me 0. Faktorët që ndikojnë në elasticitetin e kërkesës është efekti i të ardhurave, të mirat e luksit dhe jo të domosdoshme dhe koha. Elasticiteti i ofertës. Koncepti i elasticitetit të çmimit mund të aplikohet edhe tek oferta. Nëse prodhuesit janë të ndjeshëm ndaj ndryshimit të çmimit, oferta është jo elastike. Pra, elasticiteti i ofertës është i barabartë me raportin e përqindjes së ndryshimit të sasisë ofruar të produktit X mbi përqindjen e ndryshimit në çmim të produktit X. Faktori kryesor që përcakton elasticitetin e ofertës është koha në dispozicion të prodhuesve për t'u përgjigjur ndryshimit të çmimit, periudha kohore nda në periudha afatshkutra dhe periudhat afatgjata. Ekuilibri i tregut. Mësuam se lakorja e kërkesës tregon sasinë e një të mire ose shërbimi të cilën blerësit do të jenë të aftë dhe të gatshëm për ta blerë në një periudhë të dhënë dhe në çfarëdo çmimi, dhe lakorja e ofertës tregon sasinë që shitësit do të afrojnë gjatë së njëjtës periudhe. Duke i vendosur së bashku të dy lakoret, ne jemi të aftë të gjejmë çmimin me të cilën blerësit do të jenë të aftë dhe të gatshëm të blejnë
aq sasi sa shitësit të kenë ofruar në treg. Siç e shikojmë në grafikë, për çdo çmim mbi 3 lekë në treg do të kemi tepricët, pra sasia e kërkuar në treg për çmim mbi 3 lekë, pra për shembull në çmim 4 lekë do të shkaktoj tepricë në treg. Në rast se çmimi do të jetë më i vogël se 3 lekë, pra 1 lekë në treg do të ketë mungesë, sepse tregtarët do të ofrojnë më pak. Dhe për këtë rast, siç e shikojmë, sasia e ofruar dhe sasia e kërkuar në treg është e barabartë veçse për çmim 3 lekë. Çmimi 3 lekë quhet çmimi i ekuilibër dhe sasia në rastin tonë 12 njësi është sasia e ekuilibër. Ju uroj suksese!